Jemi sot në fshatin Cerov me një ngjarje të precedente e cila ka ndodhur me 27 vjeçarin Adhurimi Idrizi, i cili si një i ri ka pas kontakt në rrjetet sociale me një vajzë me cilën ka komunikuar, por në momentin që ka dashur të takojnë nga fshati Arnaqi i Shkupit, ai është sulmuar fizikisht dhe i është thyer vetura. Jemi sot me Adhurimi Idrizi, 27 vjeçari nga fshati Cerov, i cili ka dëmtime në fytyrë të dukshme, i kanë plasur buzën, e cili ka edhe një qepje, si dhe i kanë thyer dhëmbin. I kanë thyer dhëmbin dy djemt të cilët i takoi krejt rastësisht, po fillon shironte ta takoj për vajzën me të cilën shkruante. Atëherë si ndodhi krejtësisht ngjarja? Ti ke një muaj që po komunikoj me një vajzë. Një muaj e gjimës. Edhe po më shkrushim, e ne më thiri, sa vetë jam në shtëpi, e ne ja bani do të vish këtu, do zatekna, e ne unë shkova, nuk e disha se qa të ndodhe, shkova, se njëri qa se di, e shkova atje, edhe ja u zatekëm, e ne dullën di veta, e ne ato më thanë në sokak, më thanë, për çka ke ardhë pas këtë vajzën, e më i thash po, do isha me pa, edhe ato sumlani iq të fali, më refën, plus edhe veturë më thejnë, plus e në më kanë re, plus e në dhëmi më kanë thyrë, e në thanë tash je, po edhe telefoni më kanë thyrë, e në thanë tash je i lirë, mund të shkosh. Adhurimi gjithashtu i ka shkaktuar plag në krah, ata të kërcënuan se do të vrasin, apo? Po. Me çfarë të lënduan krah? Me e kishin i kallash me okfire, në ditë më ranë më këtu derë, njerë këtu. Plus e kam shkaktuar si e kështu e hajtë atash. Shumë. Ato do të thonë ishin edhe të armatosur? Po, ishin. Pasi i kanë shkaktuar lëndime në fytyrë, dhëmbin, i kanë qarë buzën, i kanë thyer telefonin, ja kanë thyer veturën Golf 5, Adhurimi ka shkuar deri tek stacioni policor në Tetove, ka denoncuar rastin. Po. Apo. Po. Cila ishte procedura, cilën ato e ndjekën dhe deri tani a ke një informacion se çfarë është bërë me ta? Jo, vetë më thirën gje, më thanë ato të matkës, më thanë nuk e nënshkruar, asë as nuk kanë bërë të bëjmë kështu që e kom shkrujt, as nuk e keni nënshkrujt hiq, e ne hiq as nuk kanë thirur, ashtu. Pra ti, këto dy djemë, nëse i sheh, i njeh kush janë? I njoh, po. Me vajzën ke komunikuar, ishte vajza jo që ke komunikuar? Vajzë ishte. Është shumë e rëndësishme. Pra ti ke komunikuar, e ke parë në kamerë vajzën? Po. E din kush është vajza? Po, e di. Pra, një takim dashurie ka rezultuar në fatalitet, ti ato dy djemë të njeh që të kanë dhuruar, të kanë thyer veturën, presim nga policia që ta bëj punën e saj dhe të japin përgjegjësi të ato të cilët kanë shkaktuar këto lëndime. Një ashtu bashkë do të shkojmë tani do të shohim procedura deri ku kanë arritur në policinë e Tetovës dhe në stacionin policor në Mat, të cilat duhet të jenë përgjegjës për këtë dhunë të ushtruar ndaj Adhurimit Idrizit. Ishin. Okej, policia do të bëjë punën e vet.